Ç'është kjo më? Ç'është kjo? Ç'është kjo? Jo, t'shka? Nuk u do të ka hesh prej insekteve kjo çika. Ja lash do thash pe tuti me çecan, po jo, s'do. Hey, të kënov zemra. Bravo. Faleminderit shumë. More ti prej Shqipëria, apo jo? Cilit vend prej Pogradeci. Si ka mundësi prej Kullonëve të Tallava? Si ka mundësi, ka pak. Si ka mundësi se realisht çajo zonë çanej s'para i këndojnë këto. Po. Apo jo? Gjithsesi ne këndojmë këngë të jugut ose këngë të zonës. Po nuk e di, kështu si pa dashur. E gjeta vetën. E gjete vetën. Sa vite ke në Zvicër, Jasmira? I kam 8 vite. 8 vite në Zvicër. Po. Po këndon vazhdimisht në Zvicër, jeta si po duket, këtej, se ta jetë natë e jetë ditë më duket s'ke, po jo? Apo po, në fakt e ke veç vikendeve punon? Vetëm vikendeve. Vetëm vikendeve, po. Po, jeta në Zvicër. Jeta në Zvicër pak e komplikuar, po mundohemi t'ja dalim. Dhe kur thu komplikim për ata që se mojnë vesh, çfarë është komplikimi djetosh në Zvicër? Nuk është edhe aq e thjeshtë, sepse ke obligime më shumë se sa mund të kish në vendlindjen tënde ose në vendin tënd. Thjesht është e komplikuar në përgjithësi. Është e komplikuar në përgjithësi. Folim për muzikën. Kur more vesh që muzika është pasioni yt? Mendoj kur i kam pas 5 ose 6 vjeç. Domethënë shumë herët ke filluar me. Shumë herët. A ki tradit familjar? Jo. Veç ti e para në familjen. Unë jam e para, po. Edhe je marrë vetëm me këndim prej moshës si prej fëminisë? Po, prej fëmirisë, po.